Komisioni i ligjeve ka miratuar rishpërndarje në 11.8 miliard lekësh të miratuar me akt normativ prej qeverisë më 11 qershor. Ministri i Financave theksoi se shuma ka ardhur prej kursimeve në disa projekte dhe rritjen e të ardhurave në buxhet. Shuma do të shërbejë për bujqësinë dhe sigurinë kibernetike. Përmes një garancie sovrane prej 3 miliard lekësh, do të mbështeten investimet në bujqësi dhe agroturizëm, do të sigurohen kredi me një interes 2% deri në shumën 250.000 euro. Kjo garanci sovrane mundson edhe kredinë e butë për fermerët dhe ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në sektorin e bujqësisë, ku norma e interesit do të kufizohet në një tavan prej 2% në rrethanat e kombinimit pra të garancisë sovrane dhe produktit që ka Banka e Shqipërisë. Siguria kibernetike do të përfitojë fonde shtesë. Kemi alokuar shtesë rreth 3.3 miliard lek për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike, për produkte të teknologjisë së inteligjencës artificiale. Kemi alokuar rreth 1.5 miliard lek shtesë për projekte të zhvillimit infrastrukturor pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ministria e Drejtësisë ka marrë rreth 142 milion lek shtesë për detyrimin që ka pasur për rikonstruksionin e godinës së Institutit të Mjekësisë Ligjore. Aksesi i bizneseve po ashtu do të ketë një rritje të fondit. Ministri i Financave në fjalën e tij theksoi se ndryshimet do të japin efekt pozitiv në rritjen ekonomike të vendit.